Ishte punësuarit e shtyp shkronjës Napredok sot u paraqitën në gjykatën e Tetovës, ku mbajt seanca gjyqësore për pagesën e 10 rrogave të papaguara. Ata thonë se tashmë 1 vit e gjysmë po ende nëpër gjykata pa marrë rrogat e tyre, ndërsa kanë mbetur edhe pa punë, megjithse kanë mbi 35 vite përvoj puna. Nas не ни интересира кој е крив, ние си ги бараме нашите плати. И значи 10 плати некој да ти должи на оваа сиромаштија сега, тоа е страшно. Еве јас и мојот сопруг, двајцата сме во иста фирма. Сега сме оставени на улица, значи никој глава не ни врти. Ни уопште, ни една установа, ни сите дигаат рамења, судот дига рамења, значи што треба ние да правиме? Ако отидем негде да нападнем, да украдем нешто, мене ќе дојде полиција, ќе ме затвори. А треба ли ја да платим сметки, треба ли ја да јадем? И да живим, и деца да гледам, и внучиња. Зошто не го заслужувамо? 38 години имам работен стаж. Si mundët më intereson 10 milion, 20 milion, 15 milion të shetet shtip shkrujna, atë në hape atë rroga, ne rroga nuk dojnëm. Nuk dojmë kur nisen, tona gjipët të nape e ne musos puna. Që një vjetë e gjimës i në nësut, as një roqiste nuk ka. Gjithë do botë kjo puna nuk e di, a kina smetka, kina kredita, kina struj, kina gjubri, kina uj, pa kina col vogol, ni pa kina, ato donë, ato nuk pejten kije, nuk kije, e në ku të marna në qështej. Edhe kjo seancë u anullua, ndërsa aty ishte edhe pronari i shtyp shkronjës, e pyetëm se kur do të lëshohen rrogat. Të punësuarit në shtyp shkronjë Napredok janë mbi 40 vite të punësuar, ndërsa kjo është një ndër shtyp shkronjat më të vjetra në rajonin e Tetovës. Kjo shtyp shkronjë ka qenë pronë shtetërore, ndërsa më pas me procesin e privatizimit u privatizua dhe funksionoi deri në fund të vitit 2023.